Ty ka dosje që mund të jetë bërë punë e mirë, po ka dosje që golojnë. Po janë disa çështje që janë si provë zjarri që kanë qenë për SPAK-un. Një është krimi zgjedhor. U dështua, u fol me një bujt madhe task force, se në themel të gjithë këtyre diskutimeve që ne po bëjmë është krimi zgjedhor. Se nëse ti ke një qeveri, po themi legjitime, kujdeset, ruhet, që të përfaqësojë atë legitimitetin e popullit. Një është krimi zgjedhor, është dështimi më i madh i SPAK-ut. Dështimi tjetër janë disa çështje të nxehta, sikurse është dosja me Gonigal. Është një dosje që në SBA gjithë e kemi parë se si ka ecur dhe si është operuar, ndërkohë që këtu në Shqipëri nuk kemi pothuajse asnjë lloj zhvillimi. Ne kemi pasur një SPAK shumë aktiv në raport me liderët e opozitës. Zoti Berisha qëndroi themi 333 ditë në masën e arrestit, zoti Meta shende qeli, zoti Mediu vijon që të paraqitet, pra ka pjesë rutinës tij si parlamentin, si SPAK-un, ndërkohë që nga krau tjetër kemi pasur një stepje, pra shkohet deri në pikë dhe aty tolerohet edhe vijohet. Pas krimit zgjedhor që në perceptimin tim... Ka një tentativë sipas informacioneve të tua për ta zbutur qëndrimin ndaj kryetarit të Bashkisë Tiranës? Dëgjoj. Për ta nxjerrë nga burgu? Para se të jap përgjigje për këtë, çështja tjetër ku SPAK-u ka një dështim maksimal është ajo që diskutuam për pasurimin e parave në ekonominë, që është diçka që prek të gjithë shoqërinë në tërësi. Pra dhe nëse ne flasim për ato çmimet e rrituara në tryezën e përditshme të pensionistit apo një familje me të ardhura mesatare. Unë e kuptoj që ata mund mos shkojnë tek kryeministri in personam, po sipas mendimit tënd çfarë bëjnë që të mos merren me këtë krimin ekonomiko-financiar? Ade, unë gjykoj që është i gjithë thelbi i reformës në drejtësi. Më kujtohet nga dosja me Gonigal. Pra është një defekt ADN-je i brendshëm. Po, kjo nis që me reformën në drejtësi. Nëse e ke parasysh Alison Guerrero ishte dashura me Gonigal. Ajo ka dhënë disa intervista. Në dy prej gjërave që do veçoj janë dy elemente. Para me Gonigal i dërgon një foto një miku tij dhe i thotë që me reformën e re në drejtësi në Shqipëri do na krijon shumë mundësi. Edhe dyta që i thotë është që pastrimi i parave në Tiranë do na krijojë mundësi të reja. Pra janë dy gjëra që ne i kemi të konkretizuar tani që flasim. Pra dhe për të dyja këto dosje që të përmenda, SPAK nuk ka bërë një veprim. Tani, që SPAK ka një presion nga partnerët ndërkombëtar është e qartë. Ambasada amerikane në 5 muajt e fundit apo 6 muajt e fundit ka të paktën 22 reagime, kryesisht në rrjetet sociale, pa përmendur këtu reagimin e zotit Trump në përvjetorin e pavarësisë apo zotit Rubio. Janë partnerët e Bashkimit Evropian që çdo ditë çojnë sinjale, çdo ditë sjellin dosje dhe SPAK është në shërbim të tyre. Pra dhe nëse ka pasur një lëvizje të SPAK ka qenë kryesisht për shkak presionit, por ne nuk kemi një rast konkret që me iniciativë të SPAK-ut është goditur një grup i strukturuar kriminal që operon, po themi, në Fier, në Vlorë, në Durrës, në Elbasan. Janë të gjitha dosje të ardhura nga jashtë. Për të mos thënë pjesën tjetër që ka dyshime të arsyeshme që në shumë prej këtyre dosjeve është ndërhyrë se fijet nisin edhe pritën aty ku nis krimi zgjedhor. Ma përsakto dhe një që këtë që është përfolur në qarqe gazetareske dhe jo vetëm që po bëhen përgatitje të ngutshme, të kujdesshme in underground që kryetari i Bashkisë Tiranës mos përballet me dëgjom. Në mënyrë frontale me akuzat. Është Nisma Sadushi. Nisma Sadushi ka të bëjë me masat për paraburgimet. Pra që gjykata do duhet ketë një manual më specifik për vendosjen e masave, do duhet shihen më shumë element. Në thep që të jetë pak më kujdesshme. U përfol sikur kjo nisëm ishte e iniciuar nga Erion Velia, por për hir të vërtetës deri tani i vetmi personazh kyç që na del në dosje të rëndësishme është Mirinda Karçanaj që përfitoi nga kjo. Pra SPAK-u aty flet për një grup strukturuar kriminal që ka operuar pranë Akshit, ku janë marrë tendera dhe janë përdorur metoda speciale si kërcënimet, zhvatja, rrëmbimet, presionet, dhuna, ndërkohë që ajo sot është në masën detyrim paraqitje. Pra, ne do na mbetet për të parë nëse edhe zoti Velie do jetë përfitues apo nëse zonja Belinda Balluku apo nëse zyrtar të tjerë të kësaj qeverie do jenë përfitues të kësaj nisme të ndërmarrë personalisht nga zoti Sadushi.